تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Gjitha lavdet I takojnë Allahut, Zotit e botëve, mëshira, ndërimet dhe shpëtimi I Allahut qofshin me profetin dhe të dërguarin ton fisnik, si dhe me familjen dhe të gjithë shokët e tij. Më pas, përpara nesh kemi një shkrim të shkruar nga një dietar I madh, Imam Ibn al-Qayyim, Allahu e mëshiroft, ose më sakt është një fragment që është marrë nga një libër I këtij imami me emrin Bada'i al-Fawaid, një vepër madhështore e këtij kolosi të dijes. Dhe pjesë e këtij libri është ky fragment që do e lexojmë sot, ka të bëjë me tefsirin e dy sureve të fundit që janë në Kur'an, surës Al-Falaq dhe surës An-Nas. Këtë fragment e ka marrë Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu e mëshiroft, imami I njohur, dhe e ka shkurtuar. Prafërsisht e ka shkurtuar ndoshta 70 ose 80% të këtij shkrimi, dhe mund të themi aq sa ka shkurtuar, do thotë aq edhe kemi dobi nëse e lexojmë të tërin, vërtet, do të thonë dobit janë shumë më të mëdha. Në këtë vepër në përgjithësi Bada'i al-Fawaid ka shkëlqyer ky dietar I madh, gjithashtu në veçanti në tefsirin e këtyre dy sureve. Tani, për çdo musliman është e domosdoshme që në përgjithësi të kuptoj fjalët me të cilat kërkon mbrojtje dhe me të cilat I flet Allahut. Pra kur falet, kur lexon dhikret e tij, lutjet e tij në namaz dhe jashtë namazit, nuk është e kapshme dhe nuk është e pranueshme që ai të mos I di se çfarë thot. Pra ti shqiptoj fjalët, kërkoj mbrojtje Allahut me to, ose ti lutet Allahut me to, dhe nuk e di se çfarë është duke I thënë Allahut, me çfarë fjalë është duke I folur atij. Prandaj, pra është e domosdoshme që ti dim në përgjithësi kuptimet e fjalëve që I themi në namaz dhe në përgjithësi kuptimet e dhikrave që I themi gjatë ditës, në mbrëmjen, mëngjes, para xhumit e kështu me radhë. Tani shpresojmë që ky tefsir I shkëlqyer, ky shpjegim dhe koment I shkëlqyer I këtyre dy sureve, duke e pas parasysh pra se do lexojmë më shumë në shkurtimin e tij, jo në versionin e plot. Pra ky tefsir që nuk është as I gjatë, që mund të mërzitemi duke lexuar dhe as I shkurtër I mangët, shpresojmë që ta plotësoj këtë nevojë të domosdoshme që kemi dhe këtë nevojë të pashmangshme që kemi për njohjen e këtyre dy sureve. Dhe na mjafton Muhammed ose na mjafton Imam Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, për dijen e thellë dhe për njohuritë e tij që ka pasur për këtë temë në veçanti dhe për shkencat islame në përgjithësi. Pra na mjafton ky imam I madh dhe na mjafton gjithashtu dietari I madh Muhammed ibn Abdul Wahhab për aftësinë e kapjes së thelbit të kësaj vepre. Për aftësinë e kapjes së thelbit të kësaj vepre dhe nxjerrjes së margaritarëve të saj. Sepse s'është e lehtë shkurtimi I një vepre. Duhet të kesh njohuri, të kesh dije, të kesh shkatësi për ta shkurtuar një vepër dhe për të ruajtur thelbin dhe margaritarët e saj. Por para se të fillojmë me shpjegimin e këtij libri, kujtojmë se është mirë një herë të përcjellim disa fjalë të cilat nuk I ka përmendur Muhammed ibn Abdul Wahhabi në shkurtimin e tij, por që janë te parathënia e Imam Ibn Qayyimit, pra në origjinal. Aty parashtron disa argumente për vlerën e këtyre dy sureve dhe argumente që nxisin për ta mësuar dhe për t'i lexuar ato në mënyrë të rregullt.
Prej tyre ka përmendur një hadith të cilin e ka transmetuar Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, ka thënë në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidhun." A do të tërgoj ty më të mirën, pra më të mirën fjalë ose më të mirën lutje, me të cilën kërkojnë strehim ata që kërkojnë. A do ta mësoj, a do ta tregoj lutjen më të mirë përmes së cilës kërkojnë strehim ata që kërkojnë. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Pra i ka thënë këto dyja. Këto janë dy suret dhe dy lutjet më të vlefshme, më të mira përmes së cilave duhet të kërkojmë strehim. Përndryshe, këto dy sure quhen në arabisht al-mu'awwidhatayn, që do të thotë dy lutjet përmes së cilave kërkon mbrojtjen dhe strehimin. Pra me një fjalë të shkurtër në arabisht, do të thotë dy fjalë përmes së cilave ti kërkon, ose dy lutje përmes së cilave ti kërkon mbrojtjen. Me to fillohet, pra a'udhu billah, a'udhu bi rabbi an-nas, a'udhu bi rabbil falaq. Pra këto janë lutje me të cilat ti kërkon mbrojtjen dhe strehimin. Në një hadith tjetër, po ashtu nga Uqba ibn Amir, thot që ai thot, më ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam ti lexoj dy strehueset, pra al-mu'awwidhatayn, pas çdo namazi. Dhe ka për qëllim pas çdo namazi fars. Abdullah ibn Hubejb ka thënë, dolëm një natë me shi dhe në errësirë për ta kërkuar profetin sallallahu alaihi wasallam të na fal namazin dhe e takuam. Pra kanë dalë për ta kërkuar se është vonuar dhe kanë takuar më pas. Dhe ndërkohë i ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hubejbit, thuaj, kul. Dhe ai thotë, unë nuk thash gjë. Pra ka pritur. Pastaj ka thënë prap, thuaj, dhe unë nuk thash gjë. Pastaj prap më ka thënë thuaj, pra kul, dhe unë i thash, o i dërguar i Allahut, çfarë të them? Dhe ai tha, qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhatayn hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli shay. Thuaj qul huwallahu ahad dhe dy strehueset, pra dy suret e fundit, kur të bjerë mbrëmja ose pasditja, pra në dhikrin e mbrëmjes, dhe kur të hyn mëngjesi. Thuaj kul huwallahu ahad dhe dy suret e fundit, kur të bjerë mbrëmja ose pasditja dhe kur të hyn mëngjesi, 3 herë. Pra thuaj të trija nga 3 herë, do të mjaftojnë si mbrojtje kundër çdo gjëje. Do të mjaftojnë si mbrojtje kundër çdo gjëje. Aisha radiallahu anha ka thënë, profeti sallallahu alaihi wasallam kur shtrihej për të fjetur, bashkonte dy duart e tij dhe pastaj frynte në to me pështym të lehtë dhe i lexonte këto sure, qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq dhe qul a'udhu bi rabbin nas. Pastaj e fshinte me to trupin, gjithë trupin e tij sa kishte mundësi, duke filluar nga koka e tij, duke filluar nga fytyra dhe pjesa përparme dhe deri ku kanë pas mundësi, dhe këtë e bënte, thot Aisha radiallahu anha, 3 herë. Këtë e bënte profeti sallallahu alaihi wasallam 3 herë, para se të flej, kur shtrije për fjetur, i bashkonte dy duart, së pari i pështynte lehtë, pastaj i lexonte këto 3 sure, e fshinte trupin dhe këtë ka përsëritur 3 herë. Dhe këtë hadith e ka transmetuar Buhariu dhe të tjerë. Dhe qëllimi ynë në vijim është të flasim për këto 2 sure. Pra, ne sot nuk do kemi mundësi të flasim për të 2 suret, edhe pse ato janë të lidhura njëra me tjetrën, dhe Ibn Qayyimi Allahu mëshiroft ka lidhur ndonjëherë temën, pra duke përmendur dobit përbashkëta, dhe si kanë thënë disa nuk ka argumente për vlerën e ndonjëris për këtyre 2 sureve në veçanti, për njërin prej tyre. Por gjithmonë janë përmendur së bashku, pra kur janë
hadithe që flasin për vlerën e tyre, hadithe që flasin, që na nxisin për ta përmend, për t'i lexuar në dhikre, gjithmonë shkojnë bashkë dhe ato e plotësojnë njëra tjetrën, siç do e përmendim një dobi më pas. Por sot do mjaftohemi pra vetëm me përmendjen ose me komentin e surës Al-Falaq. Do të sqarojmë dobit madhështore, nevojën e madhe për to, bile domosdoshmërinë që kemi për këto dy sure. Domosdoshmërinë që kemi për këto dhe se askush nuk mund të bëj pa këto dy sure, asnjëherë. Dhe se çfarë ndikimi kanë këto dy sure, ndikim të veçantë në largimin e magjisë, mësyshit dhe sherrëve të tjera. Dhe gjithashtu do të sqarojmë se nevoja e robit, kjo është pjesë e hyrjes që ka bërë Imam Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, do të sqarojmë thotë që nevoja e robit për këto dy sure është më e madhe se nevoja e tij për frymëmarrjen, për ushimin, pijen dhe veshjen. Do thotë fillojmë, dorsa Allahu është ai te cilit i kërkojmë ndihmë. Këto dy sure përfshin 3 baza, dhe ato janë bazat e isti'adhes në përgjithësi. Cilat janë 3 bazat e isti'adhes për kërkimit të mbrojtjes dhe strehimit? Janë, thot, isti'adheja vet, pra kërkimi i strehimit. 2. Kujt i kërkohet mbrojtja dhe strehimi, pra prej kujt kërkojmë. Dhe 3. Nga çfarë i kërkojmë strehim. Pra kundër çfarë gjëje kërkojmë ne atë mbrojtjen dhe strehimin. Dhe me njohjen e kësaj kuptojmë nevojën e fuqishme për këto dy sure dhe domosdoshmërinë e tyre. Tani e lexojmë përkthimin e surës në mënyrë të shkurtër, pastaj vazhdojmë me shpjegimin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Thuaj, kërkoj mbrojtje, kërkoj strehim te Zoti i agimit, te Zoti i dritës së agimit. Thuaj, kërkoj strehim nga Zoti i dritës së agimit, min sharri ma khalaq, të më mbroj nga sherri i asaj që ka krijuar. Të më mbroj nga sherri i çdo gjëje që ka krijuar. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, nga sherri i natës kur hyn, nga sherri i natës kur hyn. Wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, nga sherri i atyre të cilat fryjnë në nyje. Nga ato të cilat fryjnë në nyje. Do e shpjegoj më pas, pra fryjnë në nyje për të bërë magji. Wa min sharri hasidin idha hasad, dhe nga sherri i haseqiut kur ai bën hased. Ose sherri i smirëziut kur ai smiron. Thot autori Muhammed, thot autori Imam Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, a'udhu do të thot kërkoj strehim, kërkoj mbrojtje dhe siguri. Falaq e përmendëm, ajo që ka përzgjedhur si mendim Imam Ibn Qayyim është që është drita e agimit. Al-Falaq është drita e agimit, e cila e largon errësirën. Dhe thotë që kjo sure i përmban këto çështje. Kujt i kërkohet strehimi, kundër çfarë gjëje kërkohet strehimi, dhe kërkuesi i strehimit. Kush është ai që kërkon strehim? Kush është urdhëruar të kërkojë strehim? Më para, kujt i kërkohet strehimi? Thotë ai te cilit i kërkohet strehimi është Allahu, Zoti i dritës së agimit, Zoti i njerëzve, i vetmi te cilit duhet i kërkohet mbrojtja. Dhe kuptohet, kjo është mësuar pra te tema ku shpjegohet isti'adheja, se çfarë do të thotë isti'adhe, kërkimi ndihmës ose kërkimi mbrojtjes dhe i strehimit, ka disa lloje. Këtu bëhet fjalë për atë llojin që është ibadet. Të kërkosh mbrojtje dhe strehim nga Allahu, ose të kërkosh mbrojtje dhe strehim si kërkon Allahut, duke pasur bindjen në plot fuqishmërinë e tij
duke pas besim të plot, domethënë tek ndihma e tij, këtë lloj kërkimi të mbrojtjes, këtë lloj kërkimi strehimit nuk lejohet askujt t'ia kërkosh përveç Allahut të lartësuar, Zotit të dritës agimit, Zotit të njerëzve, dhe i cili është i vetmi i cilit i kërkohet ndihma. Pa nuk lejohet kërkimi i ndihmës, kërkimi i strehimit askujt prej krijesave, nga askush prej krijesave të tij. Allahu ka thënë në librin e tij se kur dikush kërkon strehim, i kërkon strehim ndonjë krijese, ai kërkim strehimi, ai kërkim mbrojtje, çfarë i sjell atij? I shton të keqen. I shton të keqen. Pra kur dikush i kërkon për shembull magjistarit, ose i kërkon xhinit mbrojtje dhe strehim, kjo nuk do i sjell atij atë që kërkon, mbrojtje ose qetësi, siguri ose strehim, por do ja shtoj atij të keqen. Dhe me këtë e ka për qëllim, po autori aludon pra të një ajet që është përmendur te suja El-Jin, wa kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Gjinët kanë thënë, besimtarët prej gjinëve, që ka pasur burra prej gjinëve, të cilët kanë kërkuar prej njerëzve. Ka pasur burra prej njerëzve të cilët kanë kërkuar ndihmë prej disa burrave prej gjinëve. Edhe kjo u shtoi atyre më tej rahaqa. Çfarë do të thotë rahaqa? Ibn Qayyimi thotë është për qëllim ekstremizmin ose thellimin më tej për më në ekstrem në devijimin e tyre në të keqen që gjenden. Pra më shumë u ka shtuar të keqe kërkimi i strehimit nga ata. Çfarë do të thotë kjo? Se nuk lejohet të kërkohet strehimi dhe kërkohet mbrojtja që është ibadet dikujt tjetër përveç Allahut. Dhe përmend në vijim Ibn Qayyimi se Ehlus Sunna, ndjekësit e sunetit, rrugës së profetit sallallahu alaihi wasallam, besojnë se se Kurani është fjalë e Allahut dhe se fjalët e Allahut nuk janë të krijuara. Ka pasur prej disa sekteve devijuara që vazhdojnë edhe sot, disa prej tyre të besojnë se Kurani është i krijuar. Dhe kjo është kufër, është mohimi fesë, kurse ata që ndjekin sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam besojnë se fjalët e Allahut nuk janë të krijuara. Dhe një prej argumenteve që i kanë përdorur kundër mu'tezilive dhe sekteve të tjera, duke parashtruar atyre si argumentet që fjalët e Allahut nuk janë të krijuara, është kjo sure. Se profeti sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka kërkuar strehim dhe mbrojtje, pra nuk e ka bërë këtë ibadet me ndonjë krijesë. Nuk i ka kërkuar strehim me lajkeve ose xhinve ose ndonjë krijese. Gjithmonë është lidhur zemra e tij me Allahun, ky është tauhidi, ti kërkohet vetëm atij, kërkimi, mbrojtja dhe strehimi, dhe për këtë jemi të pajtimit. Pra përderisa ai asnjë krijesë nuk i ka kërkuar ndihmë, asnjë krijesë nuk i ka kërkuar strehim dhe mbrojtje, atëherë kuptojmë që kjo sure nuk është krijesë. Pra Kurani nuk është krijesë. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, janë fjalë të Allahut. Kështu i kanë zbritur dhe kështu i ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam se janë fjalë të Allahut. Gjithashtu edhe lutjet e tjera ka thënë për shembull ka thënë a'udhu bi kalimatillahi tammati. E ka përdorur profeti sallallahu alaihi wasallam si lutje për kërkim mbrojtje. Kërkoi strehim dhe mbrojtje përmes fjalëve të përsosura të Allahut. Përmes fjalëve të përsosura të Allahut. Fjalët e përsosura të Allahut nuk janë të krijuara. Përndryshe do kishte qenë ndaluar të kërkosh ndihmë dhe strehim të krijesat. Pra kanë përdorur si argument kundër mu'tezilive që fjalët e Allahut nuk janë të krijuara dhe janë argumentuar me faktin se profeti sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar strehim me surën Qul a'udhu bi rabbil falaq, gjithashtu me Qul a'udhu ose me a'udhu bi kalimatillahi tamma dhe me shumë lutje të tjera të ngjashme, kërkoi strehim përmes madhështisë së Allahut, përmes fjalës së Allahut e kështu me radhë. Dhe dihet se ai kur nuk ka kërkuar ndihmë, kur nuk ka kërkuar strehim nga ndonjë krijesë. Pra kjo ishte
lidhur me çështjen e parë, kujt i kërkohet strehim. Kundër çfarë gjëje kërkohet strehimi? Pra kundër çfarë? Kundër çkaje? Ose e ka përmendur së pari të tretën. Kush është ai që kërkon strehim? Ai që kërkon strehim është profeti sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë ata që i ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Sepse Allahu e ka urdhëruar të kërkojë strehim në këtë mënyrë. Dhe çdo urdhër dhe çdo fjalë me cilën Allahu është drejtuar profetit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, vlen edhe për ne. Përveç nëse ka argument të veçantë që nuk vlen për të gjithë, po vetëm për profetin sallallahu alaihi wasallam. Tani gjërat kundër të cilave kërkohet strehimi. Gjërat kundër të cilave kërkohet strehimi. Ato janë 4 gjëra. Ato janë 4 gjëra të cilat i ka përmendur Allahu në këtë sure. Dhe para se t'i përmendim ato, do lexojmë nga libri am ose libri bazë, që është versioni i gjatë i Ibn al-Qayyimit, Allahu e mëshiroft. Thot kapitulli 3 lidhur me llojet e sherrëve kundër të cilave ne kërkojmë mbrojtje në këto dy sure, pra surën Al-Falaq dhe An-Nas. Thot sherri i cili e godet robin. Sherri i cili e godet robin është patjetër njëri nga këto dy lloje. Pra nuk ka të tretë. Është sherri që mund ta godas një njeri, një rob, është patjetër njëri nga këto dy lloje, dhe ato janë ose gjunahet e tij, për cilat ai do ndëshkohet, ky është sherri i parë, ose thot një sherr që vjen nga dikush tjetër, por s'është nga vetja e tij. Pra e para, sherri i gjunaheve të tij, për cilat ai ndëshkohet. Dhe thot kjo ndodh për shkak të përzgjedhjes së tij, pra vetë ka përzgjedhur ai me veprën e vet, me qëllimin e vet, me përpjekjen e vet. Dhe ky sherr thot është më i madhi prej dy llojeve. Më i përjetshëm, pra më afatgjati dhe më i rëndi, sherri që vjen nga gjunahet e tua. Dhe më i lidhur i për personin, kurse sherri tjetër, tham sherri që vjen nga dikush tjetër, që nuk është prej teje, nuk është si pasojë e veprës tënde dhe zgjedhjes tënde. Tani ky tjetri, pa të lloji i dytë, që është sherr që vjen nga dikush tjetër, nga jashtë teje, ndahet në nga dikush tjetër i cili ka përgjegjësi, pra Allahu e ka ngarkuar me detyra dhe do e marrë në pyetje ditën e gjykimit, sikur kush janë ato krijesa të cilat Allahu do i marrë në përgjegjësi ditën e gjykimit. Jo vetëm ato që dim ne, njerëzit dhe xhinët. Pra, në ky tjetër tani që mund të sjell ty sherr, që nuk është nga dora jote, po nga jashtë, tha mund të jetë një krijesë që ka përgjegjësi dhe një krijesë e cila nuk ka përgjegjësi, pra nuk është e ngarkuar me urdhra dhe ndalime. Ky tjetër i cili thamë që ka përgjegjësi, pra ka barrën e detyrave dhe ndalimeve, thot ose është i llojit të vet, pra është njeri, ti kërkon Allahut mbrojtje kundër dikujt që është si ti, sepse ai ka sherr. Ose është njësoj krijesë që është ngarkuar me detyra dhe ndalime, por nuk është i llojit tënd, dhe ai është, gjini, pra xhinët. Pastaj ai që nuk është i ngarkuar me detyra, pra krijesë e cila nuk ka përgjegjësi, kush janë ato? Janë krijesat e tjera si kafshët, të cilat mund të sulmojnë, kafshojnë, helmojnë në kështu me radhë. Dhe thot, në këtë mënyrë, pa nëse analizojmë këto llojet këtë sherrit, e kuptojmë se këto dy sure e përfshin istiadhen në mënyrë të plotë. Me fjalë më të shkurtra, i përfshin të gjitha llojet e sherrëve të mundshme që ty mund të kapin. Dhe ti kërkon çfarë? Mbrojtje Allahut me to. Do të thonë nuk ka ndonjë sherr të cilin ti nuk e ke përfshirë që ti kërkosh Allahut mbrojtje kundër tij në këto dy sure. Kur i lexon këto dy sure, i ke përfshirë të gjitha llojet e sherrëve
që ekzistojnë. Pastaj thot surja Al-Falaq përmban istiadhen nga 4 gjëra. Pra, kur e lexojmë surën Al-Falaq, shohim se kemi 4 gjëra kundër të cilave kërkojmë mbrojtje. Cilat janë? Në përgjithësi, sherri i krijesave në përgjithësi, sherri ma khalaq. Pastaj sherri i natës kur kaplon, kur bjen ose kur hyn, sherri i atyre që fryjnë në nyje, pra magjistarëve, dhe sherri i katërt, kush është sherri i hasedit, ose i haseqijut kur smiron. Dhe thot ne do të flasim tani për këto 4 lloje të sherrëve, të tregojmë se si ndodhin, si lidhen me robin, të tregojmë se si duhet të marrim masa për të mbrojtur, masa preventive, të mbrojtur para se të vinë këto sherrë, dhe se si duhet t'i largojmë, t'i heqim ato nëse na kanë ndodhur. Dhe më pas vazhdon në librin të gjatë, në librin pra versionin e gjatë, duke treguar fillimisht se çfarë do të thotë sherr. Dhe e zgjat Ibn Qayyimi, Allah më shëroft, me dobi shumë të bukura. Allahu na mundsoft të gjithëve që t'i lexojmë ndonjëherë tjetër, sepse i lidh me shumë prej dhikreve të cilat i përdorim në gjatë përditshmërisë, që me pak fjalë sherri është dhembja dhe është sebepi që të sjell dhembjen. Dhe këtë rreth kësaj domethënë flet më gjatë. Pra çfarë është sherr, çfarë është e keqe, është diçka që shkakton dhembje dhe mundim. Është vetë dhembja dhe mundimi, pra dënimi për shembull, është sherr. Por edhe ajo që ty të çon te sherri, që bëhet sebeb për që të çon te dënimi dhe dhembja, që është sebeb i dhembjes, edhe ajo është sherr. Pra janë 2 lloje. Dhe si tham zgjerohet shumë pastaj me këtë gjë ne do kthehemi te 4 gjërat kundër të cilave kërkojmë mbrojtje përmes kësaj sureje. E para tham sherri ma khalaq. Kërkon Allahut mbrojtje kundër sherrit të asaj që ka krijuar. Pra përfshin çdo gjë që ka krijuar Allahu. Çdo sherr që është në dynja, çdo sherr që është në ahiret, çdo sherr që vjen nga kush? Nga shejtanët, qofshin njerëz apo gjin, çdo sherr që vjen nga kafshët, nga biçare, helmuse, sherri i zjarrit, sherri i gjunaheve të njerëzve dhe ëndjeve, sherri i nefsit, i veprave e kështu me radhë. Thënia e Allahut min sherri ma khalaq, nga sherri i asaj që ka krijuar, nga sherri çdo gjëje që ka krijuar Allahu, dikush mund ta kuptojë se është për qëllim se çdo krijesë ka sherr. Qëllimi është se sherri vjen nga krijesa. Por jo secila krijesë ka sherr. Atëherë si e kuptojmë këtë fjalë përgjithshme? E kuptojmë në mënyrë pak më të kufizuar, dhe ajo është i kërkon Allahut të mbrojë kundër sherrit të krijesave që kanë sherr. Se ka krijesa të cilat nuk kanë sherr, për shembull xheneti, për shembull melekët, profetët, këto janë hajër i pastër, nuk kanë në to sherr. Prandaj ti kërkon Allahut mbrojtje kundër sherrit të krijesave të cilat kanë sherr. Kjo është sherri i parë, kundër cilit kërkon mbrojtje. Sherri i përgjithshëm i krijesave në përgjithësi. Sherri i dytë thot min sherri ghasiqin idha waqab, nga sherri i kujt? I natës kur kaplon. Ghasiq është nata. El ghasaq i thojnë errësirës. Waqab do thot hyn. Pra sherri i natës kur hyn dhe kur kaplon çdo gjë. Tani pyetja është pse duhet i kërkojmë Allahut mbrojtje kundër sherrit të natës. Thot Ibn al-Qayyim, Allahu e mëshiroft, shkaku për cilin Allahu ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje nga sherri i natës është se nata është fusha e veprimit të shpirtrave të këqija dhe në të përhapen shejtanët. Sepse nata është fusha e veprimit më shumë, pra që veprojnë më shumë, shpirtrat e këqija dhe në të përhapen shejtanët. Shejtanët fuqinë e veprimit
më së shumti e kanë në errësirë. Më së shumti e kanë kur në errësirë. Dhe në vende të errta. Në vende të errta. Tani e përmend një dobi shumë të bukur dhe thotë: prandaj pikrisht zemrat e errta janë fushat e shejtanëve dhe shtëpitë e tyre. Pra zemrat e errta të njerëzve, për këtë arsye janë fushat e shejtanëve, vendet e shejtanëve dhe shtëpitë e tyre. Dhe thot në këto dy fjali, min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab. Në këto dy fjalë Allahu i lartësuar e ka përmendur se prej fillimit të surës, Qul a'udhu bi rabbil falaq, e ka përmendur edhe ditën dhe natën, në realitet. Edhe dritën, edhe errësirën. Si, thot, e ka urdhëruar robin që t'i kërkojë mbrojtja kujt? Zotit të dritës. Pra përmendur drita. Kundër kujt? Kundër sherrit të natës. Pra, Zotit të dritës i cili e mposhtë dhe e largon errësirën, ose dritës e cila e largon dhe e mposhtë errësirën. Allahut të madhruar krijesat i lutën përmes emrave të tij të bukur dhe për çdo çështje që ja kërkojnë, i lutën atij me një emër të përshtatshëm. Do thotë, kur i lutemi Allahut për mëshirë, ne përmendim një emër të përshtatshëm për këtë lutje. I themi: o ti që je i mëshirshëm. Përmendim emrin që ka të bëjë me mëshirë, që lidhet me këtë lutje. Nëse kërkojmë falje, përmendim ndonjë cilësi që Allahu është falës i madh. Nëse kërkojmë për shembull hakmarrje ose kërkojmë mbrojtje kundër armikut që është shtypës, ne përmendim ndonjë cilësi të madhështisë dhe që përshtatet me lutjen që e kërkojmë. Nëse kërkojmë ndihmë, përmendim ndonjë emër të Allahut që përshtatet me lutjen që e bëjmë. Dhe në këtë rast, pra siç është rregulla e përgjithësisë, në këtë rast është shumë e përshtatshme që na ka urdhëruar Allahu të kërkojmë Allahut mbrojtje përmes kësaj cilësie, që është ai Zoti i dritës. Ai është Zoti i dritës, të na mbrojë kundër sherrit të errësirës dhe të natës. Sherri i tretë, min sharri naffathati fil uqad, nga sherri i atyre të cilat fryjnë në nyje. Pra ka ardhur në arabisht e naffathat form e shumësit që është në gjinin femërore. Pra atyre të cilat fryjnë në nyje. Dhe ky është sherri i kujt? Sherri i magjisë. Sepse naffathat janë magjistarët. Ato janë të cilat bëjnë pra fryje dhe bëjnë lidhje në nyjeve dhe fryjnë në secilën nyje, derisa të lidhet dhe të realizohet magjia që të thurret, magjia që e kërkojnë. Naffathat, cili është veprimi nafath. Nafath çfarë do thotë? Do thotë të frysh me përshtypje të lehtë. Të frysh me përshtypje të lehtë. Dhe arabët kanë emër për secilën shkallë të fryrjes, ka frymë cila nuk shoqërohet me pështym, pastaj ajo që shoqërohet me pështym më të lehtë, pastaj ajo që është në mesme dhe pastaj ajo që del pështym më e madhe, kurse nafath është një formë e ndërmjetme e cila pra nuk është pështym e tamam dhe nuk është vetëm fryrje pa pështym, por është mes të dyja. Nafath, këtu që është përmendur pra në këtë ajet, sherri i nafathit është për qëllim ajo që e vepron magjistari. Tani kur nefsi i magjistarit përgatitet dhe vishet me ligësin dhe sherrin, pra formsohet dhe imprimoset ose vishet me atë ligësin dhe sherrin, të cilin ja dëshiron të magjepsurit, dhe pasi të kërkojë ai ndihmë nga shpirtrat e liga, pra prej xhinëve, ai fryn me ato nyje, me frym të shoqëruar me pështym që përzin. Pra e përzin e pështyma këtë nefsin e ligë me fryrën që e bën, dhe duke u ndihmuar thot bashkërisht me shpirtin djallëzor për ta dëmtuar të magjepsurin, personin që do t'i bëj magji, ndodh magjia. Ndodh magjia me lejen kaunie dhe qaderie të Allahut. Çfarë do thot me lejen
keunije dhe qaderije të Allahut, pra jo me lejen shariatike. Jo se Allahu e ka lejuar magjin si veprim për ne, ajo është prej gjunave më të mëdha dhe është dalje prej fesë, por e ka lejuar të ndodhë dhe të ekzistojë. Ai e ka krijuar, siç ka krijuar shumë prej gjërave për krijesave që kanë sherr, siç ka krijuar shejtanin e shumë në radhë, për arsye të cilat janë më të larta ose për urtësi dhe synime që janë më të larta se ekzistimi i kësaj të keqe. Se dikush mund të thotë pse ekziston? Pse Allah nuk e shkatron, pse Allah nuk e ndalon? Allahu me urtësinë e tij të plot e ka krijuar për synime që janë shumë më të larta se ajo e keqja që ndodh te kjo krijesë, dhe për këtyre kuptohet për këtyre synimeve është të realizohet testi i kësaj krijese që jemi ne. Pa të testohemi, të vim në sprovë, Allahu i ka lënë dhe i ka krijuar këto krijesa. Pra ndodh në këtë mënyrë magjia nëse ka lejuar Allahu me lejen keunije dhe qaderije. Pastaj thot pasi efekti i magjisë, pasi efekti i magjisë vjen nga ana e nefseve të liga dhe shpirtrave të këqija, Allahu ka thënë min naffathati fil uqad, duke përdorur gjinin femror dhe jo mashkullore. Tani në këtë pjesë Ibn Qayyimi Allahu mëshiroft, çfarë do të thotë? Se kjo naffathat është cilësi ose në gramatik mbiemër, i cilit emër shpirtrave ose nefseve. Sepse nefset janë në gjinin femrore dhe në shqip, thuan nefset që frynë. Nefset fryrëse, si më thënë. Pra është gjinin femrore, ato që frynë, nefset. Pra me këtë aludon se edhe kjo mund tjetë, dhe më thënë e saktë, që është për qëllim ti kërkosh Allahut mbrojtje kundër nefseve të këqija që bëjnë fryrje në nyje. Jo vetëm gratë. Sipas një mendimi kanë thënë dietarët janë gratë për qëllim, dhe pse kanë thënë janë gratë? Sepse në të shumtën rasteve ato e praktikojnë këtë veprim të keq, do të thënë magjinë dhe fryrjen e nyjeve. Pastaj thotë te kjo thënie wa min sharri naffathati fil uqad, tregohet se magjia shkakton pasoja. Domethënë ka efekt. Ka efekt dhe se është reale. Se ka njerëz të cilët kanë thënë magjia nuk është e vërtetë, nuk është reale. Po pasi Allahu na ka urdhëruar që ne t'i kërkojmë mbrojtje atij kundër atyre grave ose magjistarëve të cilët lidhin nyje dhe bëjnë magji, kjo kuptohet që ajo është reale. Se përndryshe pse ti kërkoj atij ndihmë kundër një sherri që nuk është real. Këtë gjë thotë kanë mohuar një grup i ehlul kelam dhe kanë thënë se magjia nuk ka ndikim as në smurje, as në vrasje, as në zgjidhje, as në lidhje. Pra as nuk ka ndikim për të prishur dikë ose për të lidhur dikë. Kanë thënë se ajo është vetëm një formim i një iluzioni në sytë e shikuesve. Dhe s'ka realitet tjetër pos këtij realiteti. Vetëm formim i një iluzioni në sy. Kjo është e kundërta asaj që është transmetuar në rrugë të shumta transmetimi edhe nga sahabët radhiyallahu anhum, shoqëruesit e treguarit sallallahu alaihi wasallam dhe selefët, pra brezat e parë të mirë. Dhe është një gjë për cilën ka unanimitet të dietar. Ka mendim unanim se është real dhe se vërtet ekziston magjia dhe ka efekt të bëjë dëm me lejen e Allahut. Pra magjia mund të shkaktoj smundje, plagështi, shturje, vrasje, mund të shkaktoj dashuri, urrejtje, mund të shkaktoj edhe pasoja të tjera, të cilat ekzistojnë realisht dhe i njohin njerëzit. Shumë njerëz i njohin këto nga që i kanë përjetuar edhe vetë. I dinë, do thotë, se si vërtet vepron magjia. Pra është një botë që ekziston, por ne nuk i shohim sebepet se si vepron. Wa min sharri naffathati fil uqad, nga keqja e atyre që fryjnë në nyje. Është gjithashtu argument se nefathi, pra kjo fryrja që bëhet në nyje, e dëmton të magjepsurin në mungesë të pranisë së tij. Pra nuk është patjetër që tjetaj aty, t'i bëj dëm, sikur që është goditja. Goditjen ose ofendimi me fjalë ose
Këto janë, domethënë, diçka që ai e përjeton direkt. Kurse nefeth, hyrja në nyje e dëmton atë pa qenë ai i pranishëm. Dhe përderisa është kështu, që ti ndodh dëmtimi të magjepsurit në mungesë të pranisë, thot në vijim thot po të ishte vërtet që dëmi ndodh vetëm me kontakt direkt, pra pa pranin, vetëm me kontakt direkt, pra nëse është e vërtet, siç thonë ata, që mund të dëmtoj vetëm kur kemi kontakt direkt dhe është i pranishëm personi, atëherë thot ata që fryjnë nuk pas ka ndonjë sherr, ku nuk janë prezent. Pse duhet kërkojmë mbrojtje kundër tyre kur ata nuk pas ka efekt fryrja e tyre kur nuk janë prezent. Gjithashtu thot nëse magjistari mund ka të magjeps syt e të gjithë shikuesve. Këto e pranojnë ata. Mund të magjeps syt e të gjithë shikuesve. Duke qenë ata shumë në numër. Dhe i magjeps syt e tyre në mënyrë që ata ta shohin të keqen në formë tjetër. Atëherë kjo nuk është thot ndryshim i ndihimit të tyre, i shqisave të tyre. Ti ja ke ndryshuar shqisat, ja ke ndryshuar, ka ndikuar magjia pra në ndryshimin e shqisave të tij, në ndryshimin e ndihimit të tij. Thot, atë çfarë bën pamundur ndikimin e magjisë në ndryshimin e disa tipareve, karaktereve dhe forcave të tyre. Pasi po pajtoheni se mund ta bëj që ai ta ndryshojë ndihimin. Pse të mund ta ndryshojë edhe një pjesë të ndonjë cilësie natyrale që ka ai ose ndonjë karakteri. Thot, kur magjia mund ta ndryshojë një pjesë të ndihimit, duke bërë njeriu ta shoh një gjë të qetë sikur po lëviz, një gjë të ngjitur sikur është shkputur ose i kputur. Atëherë pse të jetë e pamundur që magjia t'ia ndryshojë njeriu ndonjë cilësi vetjake. Duke bërë të dashurin, duke bërë atij të dashurin ta urrej, duke bërë atij të personin e urryer ta doj, duke i shkaktuar ndonjë efekt tjetër. Allahu ka thënë në lidhje me magjistarët e faraonit se ata saharu a'yun an-nasi, kanë bërë magji syve të njerëzve. I magjepsën syte e njerëzve. Pra Allahu e ka sqaruar se sytë e tyre u janë magjepsur. Për kë? Po flasim për magjistarët e faraonit. Nuk kanë bërë magji syve të njerëzve. Thot Ibn Qayyimi dhe kjo ndodh, përmend dy mundësi. Ose për shkak të ndryshimit që i ka ngjarë objektit të vështrimit. Pra në këtë rast kush? Në rastin me magjistarët e faraonit, litarët dhe shkopinjt. Ka ndodhur ndonjë ndryshim ku te objekti që e shohin njerëzit. Ka bërë magji syve, do thot ka ndryshuar diçka te objekti. Ose thot për shkak të ndryshimit që i ka ngjarë kujt? Shikuesit. Te e para thot ose për shkak të ndryshimit që i ka ngjarë objektit të vështrimit, që janë litarët e shkopinjt, për shembull, magjistarët të kenë kërkuar ndihmë nga disa shpirtra që janë kush? Shejtanët. Dhe për t'i lëvizur ato, dhe njerëzit e mendojnë se ato lëvizin vetiju. Pra kjo ndodh shumë shpesh në magjit që i bëjnë magjistarët, mendimin e shejtanëve, bëjnë që disa objekte të lëvizin. Dhe njerëzit mendojnë se ato gjëra po lëvizin vet, po ngrihen vet, ose vet magjistari ngrihet. Dhe thot, kjo është si në rastet kur dikush që ti nuk e sheh, thot e tërheq një hasër ose një qilim, dhe ti e sheh hasrën dhe qilimin duke u tërhequr, por nuk e sheh tërheqësin, nuk e sheh kush është duke e tërhequr. Ashtu thot mund të qenë edhe rasti i litarëve dhe shkopinjve të cilët janë lëvizur nga shejtanët, kurse shikuesi ka menduar se ato po rretullohen vetiu. Por në fakt ato i kanë lëvizur, ata që i kanë lëvizur janë shejtanët. E dyta tham, ose për shkak të ndryshimit që i ka ndodhur shikuesit, pra te sytë e tij. Duke bërë që të shoh litarin dhe shkopinjt sikur po lëvizin, ndërsa ata kanë qenë në realitet pa lëvizshëm. Pra nëse ka qenë dikush tjetër që nuk është bërë magji syve, ai është të pa lëvizura. Kurse këtyre që është bërë magji syve, këta e shohin sikur po lëviz, në realitet ajo
nuk po lëviz, pra ku ka ndodhur? Ka ndodhur ndryshimi te shikuesi. Dhe thot Ibn al-Qayyim, nuk ka dyshim se magjistarët e veprojnë edhe këtë, edhe atë. Kurse ajo që thonë mohuesit e magjisë, se ata i kanë bërë litarët edhe shkopin me diçka që i çon të lëviz, pra në rastin me magjistarët e faraonit, kanë thonë, janë të disa, do të thonë prej ehlul kelam, në tefsiret e tyre thonë, ka pasur thuhet, në këtë mënyrë thonë thuhet se ka pasur merkur. Pra kanë vendosur ndonjë element, qoftë merkur, qoftë diçka tjetër, që ata vetëm të rrëshasin dhe të duket njerëzve se çfarë? Se po ecin. Thotë ky mendim të është i kotë në shumë aspekte dhe i përmend. Sherri i tretë pra ishte sherri i magjistarit ose magjisë. Sherri i katërt, sherri i haseqiut kur smiron. Pra smirëziut kur smiron, kur e bën smirën e tij. Kurani dhe Suneti dëshmojnë se vetë haseti i haseqiut i bën dëm personit që i ka haset. Çfarë do thotë kjo? Kurani dhe Suneti dëshmojnë se vetë haseti, pra nuk është patjetër që haseqiu ta ketë goditur atë person fizikisht. Por vetë haseti që ka ai në vetë, në shpirt, i bën dëm personit të cilit i ka haset. E prek pra viktimën, edhe pse nuk e dëmton ky me dorë ose me gjuhë. Sepse Allahu i lartësuar thot: "Wa min sharri hasidin idha hasad." Dhe nga sherri ose keqja e kujt? E haseqiut ose smirëziut kur smiron. Pra sherri thot realizohet ose e ka vërtetuar Allahu se prej ti do më thonë ka vërtetuar se sherri vjen prej hasetit. Ndodh kur paraqitet haseti. Nuk ka thënë nga sherri haseqiut në përgjithësi, as nuk ka thënë nga sherri haseqiut kur ai ndërmerr diçka. Atë ajo është pjesë e dëmeve që mund t'i shkaktoj haseqiu, që ta dëmtoj personin me ndonjë mënyrë tjetër dëmtimit fizik ose verbal. Mirë po këtu ka thënë Allahu idha hased, kur ta kap smira. Që do thotë vetëm hasedi që ka bën dëm. Pa pas nevojë të përdor dorën ose gjuhën e tij. Dhe thotë Kurani nuk ka asnjë fjalë të paqëllimshme. Pra nuk ka në Kur'an, dhe kjo është rregull në tefsir, gjithashtu në aspektin e gjuhës, se nuk ka në Kur'an ndonjë fjalë që është e shtuar me kuptimin e tepërt. Diçka që nuk ka nevojë e heqë dhe nuk ka ndonjë dobi. Por secilën fjalë që e ka vendosur Allahu në këtë libër, që ka thënë Allahu pra në Kur'an, secila fjalë dhe secili harf ka domethënien e vet. Pse e ka përmendur Allahu? Pse në këtë sure ka përmendur me këtë harf, në këtë sure nuk ka përmendur me këtë harf? Pse këtu nuk ka thënë vetëm të kërkon mbrojtje, të më mbrojë Allahu kundër sherrit të haseqiut, kaq. Por ka thënë nga sherrja e haseqiut kur ai bën haset. Pra nuk është e paqëllimshme, kjo tregon çfarë? Thotë Ibn Qayyim se haseti bën vet sherr, pa pas nevojë njeriu me vepru me dorë ose me gjuhë. Dhe e përmend edhe një tjetër dobi që lidhet me këtë rregull, që asnjë fjalë në Kur'an nuk është e paqëllimshme, thotë ka mundësi që një njeri të ketë në natyrën e tij haset, por të mos e ketë mendjen të përqendruar te personi i cilit i ka haset. Çfarë thotë nuk e ka mendjen, ose nuk e ushqen, ose është i zënë me diçka, por nuk e ka mendjen, ka haset, por nuk e ka mendjen aty. Nuk e ka mendjen te personi i cilit i ka haset, por kur t'i shkojë mendja, ndizet zjarri i hasedit nga zemra e tij dhe dëmtohet në atë çast i prekurin nga hasedi. Ndizet zjarri i hasedit, atëherë e kap dëmi atë personin. Nëse ky i fundit tani, pra viktima, nëse ky i fundit ka kërkuar paraprakisht mbrojtje, pra e ka bërë sebepe duke qeni rregullt në namaz, në dhikr, në mbrëmje, mëngjes, para xhumit. Pra ky ka qenë çfarë? Ka kërkuar mbrojtje paraprakisht dhe ka kërkuar strehim Allahut, duke thënë dhikr dhe lutjet e rregullta, duke ju drejtuar atij dhe duke ju përkushtuar pastër vetëm atij, atëherë këto i alargojnë sherrin e haseqiut. Pra e pengojnë. Varësisht
sa e pengojnë se sa ky do të mbrohet, varësisht nga kush, nga përmasat e përkushtimit të këtij personi. Sa është ky i përkushtuar në ibadet dhe në dhikr ndaj Allahut të lartësuar, përndryshe do ta godas sherri i haseqiut patjetër, dhe s'ka rrugdalje. Në një hadith gjithashtu autentik përmendet rukja që ja ka bërë Gjibrili alayhi salam profetit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe aty qëndron Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin Allahu yashfik. Me emrin Allahut të bëj rukje. Pra me emrin Allahut bëj rukje, që të i lutem Allahut që të çrojë dhe të mbroj, min kulli shay'in yu'dhik, nga secila gjë që të dëmton. Wa min sharri nafsin wa min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin, dhe nga sherri i çdo nefsi ose syri të haseqiut, ose wa min kulli sharr wa min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin, nga sherri i nefsit ose syrit të ndonjë haseqiu. I kërkoj Allahut për të mbroj, për të bëj rukje, të të mbroj nga sherri i çdo gjëje që të bën dëm, nga sherri i ndonjë nefsi, pra një shpirti ose syri të haseqiut, Allahu yashfik, Allahu të shëroft. Pra këtu në këtë rukje që ka bërë Gjibrili alayhis salam është përmendur sherri kujt, i syrit të haseqiut. Pra kur ai e bën hasetin. Dhe është e ditur se vetë syri nuk shkakton gjë. Sepse nëse ai shikon drejt personit me shikim të paqëllimshëm, siç e shikon tokën, malin e tjerë, nuk i shkakton gjë, nuk i shkakton gjë. Por nëse ai shikon vetëm me sy thjesht, nuk është se syri vetë e bën dëmin. Por kur ai shikon, ose kur shikon ai njeri, nefsi i ligit të cilit është formsuar, është brymosur, është përgatitur pra që tha atë frymën e lig, dhe ka kaluar në nefs të mlefosur, të keq, e smirzi, xheloz, atëherë thot përmes këtij nefsi, ky shikim lëshon frytin, ky shikim atëherë e lëshon atë efektin e keq, duke i shkaktuar dëm e personit që i ka haset, dhe se sa dëm i shkakton atij personi, sa dëm do i shkaktojë atij personi, varet nga kush, nga dobësia e të prekujt. Sa është ai i dobët, si tham, sa është ai i mbrojtur, i përgatitur ose i përkushtuar, dhe varet nga fuqia e shpirtit ose nefsit të këtij haseqiu. Dhe sa ai është haseqi i madh, dhe se sa ai ka pra shpirt të fuqishëm. Si i shkakton dëme? Duke e sëmurur, duke e vrarë, duke e smurur ose duke e vrarë, dhe përvoja që i kanë njerëzit, që i kanë përjetuar njerëzit e dijshëm dhe të thjeshtë janë aq shumë sa s'ka nevojë të përmendim. Ky sy ndikon vetëm nëpërmjet nefsit të lig. Ky sy ndikon vetëm nëpërmjet nefsit të lig. Ai është si puna e gjarprit. Tani e bën krahasim me një rast konkret që e dim, se që mund ta kuptojmë, që është dëmi që mund ta sjellë gjarpri. Helmi i tij kur vepron, kur e gjuan ai helmin dhe kur dëmtohet njeriu nga helmi i tij, është kur ai kafshon. Pra kur vishet me cilësinë e zemrimit, dhe kjo cilësi i prodhon për brenda helmin, gjarprit, dhe kjo cilësi i prodhon për brenda helmin, i cili më pas vepron të qenja e kafshuar. Dhe thot, atëherë bën dëm. Kur? Jo në çdo rast helmi i atij, por kur kafshon, atëherë kur është i përgatitur, më thon, e përgatit ai fizikisht trupin për ta prodhuar atë helmin dhe për të qenë i vrasës. Thot, ka raste kur është aq i fortë sa dhe mund ta dëmtoj njeriu vetëm me shikim. Kush? Gjarpri. Kjo ndodh të disa specie të gjarprinjve. Ata e dëmtojnë veç me shikim dhe mund t'ja verbojnë syt dikujt. Mund t'ja verbojnë syt dikujt dhe t'ja dështojnë ndonjë shtatzëne
barrën, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, lidhur me dy lloje të gjaprindve. Ebter dhe dhu tufetein, do thot një lloj që është me bish të shkurtër dhe një lloj tjetër i cili ka dy vija të bardha në shpinë. Ka thënë për këto dyja vritini ato. Pra vritini këto dy lloje të gjaprindve dhe kjo është një dituri të cilën e dinë veç njerëzit e shuar. Ai që poson këto efekte, ndikime dhe çfarë do ndryshimi të çuditshëm që i ndodh në trup, në realitet është shpirti. Pra kush është i pari që i kap këtë efekt të hasedit edhe këtyre dëmeve, ndryshimeve që ndodh çuditshëm është shpirti. Ndërsa trupi është vegla e tij. Trupi është vegla e tij si puna veglës së një zanatsiu, nga që zanati në realitet i përket atij, kurse veglat janë mjetet e tij, pra kështu e krahason trupin. Trupi është vetëm vegla, prandaj ne e ndjejmë dhembjen, kurse e para që goditet është shpirti, Allahu di më së miri. Kush ka zgjuarsi dhe i analizon me vëmendje gjendjet e shpirtrave, ndikimet e tyre dhe lëvizjet që e bëjnë trupave, pra si këto shpirtra, si këto shejtanet dhe xhinët, si mund, dhe përgjithësi shpirtrat, si lëvizin trupat, sheh çudira dhe shenja që tregojnë për njohshmërinë e Allahut dhe për madhështinë e rububiyetit të tij. Për madhështinë, pra të cilësisë së Allahut që është si Zoti dhe krijuesi, sistemuesi i gjithë këtij universi. Dhe për faktin që ekziston një botë tjetër. Çfarë? Për faktin që ekziston një botë tjetër. Do thonë sheh çudira dhe e sheh këtë fakt se ne jemi mësuar me atë që shohim në përditshmëri dhe mendojmë se vetëm kjo është ajo që ekziston. Sikur materialistët cilët nuk besojnë përtej asaj që e ndjejmë me shesat e tyre, ose e vërtetojmë me shesat e tyre. Ne me këto lëvizjet që i bën, domethënë nëse analizojmë, do shohim se ekziston edhe botë tjetër, botë, si më thon, paralele, në cilën veprojnë ligjet e tjera, jo këto që i dim, ligjet fizike, ligjet e tjera, gjurmët e secilave i përjeton, kurse shkaqet e saj i fshihen nga syt. Nuk e dim sebepet se si funksionon, por gjurmët i përjetojmë. Të madhruar janë cilësitë e tij dhe të shumta janë dhuntit që i sjell Allahu, Zoti i botëve dhe krijuesi më i mirë. Edhe sa ka minuta? Akşam. Ta përfundojmë. Inshallah. Më thonë, sykeqi dhe haseqiu përputhen në një çështje dhe dallojnë nga njëri tjetri në çështje tjetër. Tani ziu është për qëllim ai që bjen në mësysh, që i bjen mësysh dikujt, pra sykeqi. Dhe sykeqi dhe haseqiu, ai që ka haset. Kanë gjërat përbashkëta dhe kanë gjërat që dallojnë nga njëri tjetri. Ku përputhen? Përputhen atë se të dyve u prishet nefsi, përformohet ajo nefsi lig dhe i drejtohen me të personit që ja dëshirojnë të keqen ose dëmtimin. Sykeqit i prishet nefsi dhe i përgatitet kur sykeqit, ai që bjen mësysh, kur ta takoj dhe kur ta shoh me sy personit të cilin do e marr mësysh. Kurse haseti haseqiut vepron mbi personin edhe në mungesë. Edhe në mungesë edhe në prani, edhe kur është edhe kur nuk është në atë vend e kap pra dëmi i tij. Kjo është e përbashkëta, se të dy formohet ajo, do të thonë nefsi i prishur dhe me të i drejtohen njeriu për ta dëmtuar. Kurse dallojnë nga njëri tjetri, se sykeqi mund ta marrë mësysh dikë që nuk e ka haset. Mund ta marrë mësysh dikë që nuk e ka haset, për shembull kafshën ose të mbjellat. Edhe pse në realitet, thot Ibn Qayyimi, Allahu më shiroft, nuk shpëton pa pasur haset ndaj pronarit të tyre. Pra, haseqiu nuk i bën objektit që e sheh. Sykeqi e bën. Edhe, domethënë, dëmin mund ta bëj, mund ta marr mësysh edhe dikë që s'është njeri, që nuk e ka haset. Që ta më shkush, për shembull, një kafshë ose mjet udhtimi. Por thot nuk shpëton zakonisht pa pasur ndonjë haset ndaj personit ose pronarit të asaj pasurie.
Sy keqi madje mund ta marrë mësysh thot edhe vetveten. Mund ta marrë mësysh edhe vetveten. Shkaku i kësaj është mahnitja pas diçkaje dhe vlerësimi i tepërt, pra egzagjerimi, madhërimi i tepërt. Sepse shikimi i një objekti me syrin e mahnitjes dhe habis, kur nefsi i tij është i përgatitur, pra i veshur me cilësinë e sykeqit, e dëmton objektin që e zë syri. Thënia e Allahut wa min sharri hasidin idha hasad, ka sherri i hasedçiut kur i hyn haseti, përfshin hasedçit njerëz dhe hasedçit gjinde. Sepse edhe shejtani me partinë e tij i kanë hased besimtarët për çfarë u ka dhuruar Allahu nga të mirat e tij. Madje është hasedi gjunahu i parë, domethënë i iblisit, ose gjunahu, domethënë i parë që i dimë ne për iblisin që e ka nxjerrë nga rruga e drejtë, hasedi ndaj njerëzit. Por thot vezveset janë më karakteristike për shejtanët gjinde, kurse hasedi më karakteristik për shejtanët njerëz. Vezveset, el-wiswas, që është ngasjet ose cytjet e fshehta, janë më karakteristike për shejtanët gjinde, kurse hasedi për shejtanët njerëz. Por edhe cytjet e fshehta, njësoj si hasedi, pra edhe vezveset, njësoj si hasedi, janë vetije të dyve. Të dy llojet e shejtanëve, njerëz dhe gjin, janë hasedçi, dhe të dy llojet janë cytës, pra që bëjnë vezvese, kështu që kërkimi i mbrojtjes nga sherri i hasedxhiut që e bëjmë ne i përfshin të gjitha ata, edhe sherrin e njerëzve dhe të shejtanëve njerëzve dhe shejtanëve gjin. Pra kjo sure përmban kërkimin e mbrojtjes nga të gjitha sherret në botë dhe përmbledh 4 sherre për së cilave duhet kërkuar mbrojtje. Sherri i përgjithshëm, dhe ai është sherri ma khalaq, sherri i çdo gjëje që ka krijuar Allahu, sherri ghasiqin idha waqab, sherri natës kur ka plon pra terri. Këto janë dy lloje. Pastaj ka përmendur sherrin e magjistarit dhe të hasedçiut, dhe ato janë 2 lloje po ashtu, pra 2 lloje në veçanti, sepse dalin nga sherri i nefseve të këqija. Njëri nga këto nefse kërkon ndihmë nga shejtani duke adhuruar. Kush është ai? Nga këto 2 nefset pra që përmendëm në fund. 2 sherre tham të parat, sherri i përgjithshëm, sherri i natës kur ka plon, pastaj sherri i magjistarit dhe sherri i hasedçiut. Për këtyre dyjave që tham si kategori në vete, njëri nga këto dyja i kërkon ndihmë shejtanit duke adhuruar shejtanin. Kush është ai? Është magjistari. Dhe shumë pak ndodh që magjia të realizohet pa i kushtuar ky ndonjë ibadet, ndonjë adhurim shejtanit. Ose do të therr kurban për të, pra në emrin e tij, ose e bën niyetin për të, që i bie të jetë pra kurban për dikë tjetër, jo për hir të Allahut, ose i afrohet atij përmes ndonjë lloji tjetër të shirkut. Edhe pse magjistari nuk e quan punën e tij ibadet për shejtanin. Nëse e pyet burdushin ose tjerë, ata nuk i thonë që i bëjmë ibadet shejtanit, për shembull. Ajo ibadet për të është, sido që ta quaj ai. Ai mund të quaj, siç e përmend autori, e quajnë me emra të ndryshëm. Nuk i thotë është ibadet ndaj tij, por thotë është thjesht shfrytëzimi i një shërbimi të tij. Thot shirku dhe kufri janë shirk dhe kufër për shkak të natyrës dhe kuptimit të tyre, jo për shkak të emrit dhe fjalës. Pra pse është shirku shirk? Jo pse ja ka vënë dikush emrin, po për shkak të realitetit të tij, që është ta adhurosh dikë tjetër krahas Allahut. Pse është kufri kufër? Po është për shkak të realitetit të tij, pavarësisht se si e quajnë njerëzit. Nëse dikush i bie në sejdë ndonjë krijese dhe thot, nuk është sejdë, por është vetëm për ulje, ose thot, kjo është puthje tokës me ball, ashtu si e puthje me gojë, ose thot, ky është thjesht një nderim e tjerë, këto fjalë nuk e nxjerrin nga realiteti i saj që është, cili është realiteti rënje në sejdë për dikë tjetër në vend të Allahut. Ai le ta quaj si të doj, thot Ibnul Qayyim. Edhe personi që therr kurban për shejtanin, që i lutet, i kërkon mbrojtje dhe mundohet t'i afrohet shejtanit me ibadet, me këtë e adhuron shejtanin. Ani pse ai nuk e quan adhurim, por e quan shfrytëzim i shërbimit.
Ibn Qayyim i thot po, e vërtetë është se është shërbim, por shejtani, i vërtetë është që është shfrytëzim. Ky thot unë po e shfrytëzoj shërbimin e tij. Thot Ibn Qayyim e vërtetë është shfrytëzim, por është shejtani ai i cili është duke shfrytëzuar këtë njeri, sepse ai bëhet prej shërbëtorëve dhe adhuruesve të shejtanit dhe si shpagim, pra pastaj shejtani i shërben atij, ja mëson magjin. Mirë, por shërbimi që i bën shejtani këtij nuk është shërbim ibadeti. Shejtani nuk e adhuron, nuk i përullet njeriut dhe nuk e adhuron atë, siç i bën ky shejtanit. Qëllimi është se kjo llogaritet adhurim i shejtanit, pra adhurim ndaj shejtanit, edhe nëse ai e quan shfrytëzim ose me ndonjë emër tjetër. Dhe thot, analizoje me vëmendje se si Allahu e ka kushtëzuar sherrin e haseqiut kur thot idha hased. I kërkojmë mbrojtje Allahut kundër sherrit të haseqiut kur bën hased. E ka kushtëzuar duke thënë kur bën hased. Kur i hyn haseti. Sepse një person mund të ketë thot hased, por e fsheh hasedin dhe nuk ndërton mbi të ndonjë dëm. As me zemrën, as me gjuhën dhe as me dorën e tij. Thjesht ndjen në vetvete diçka të tillë, por ndaj vëllait të tij sillet sipas asaj që e do Allahu. Nga kjo nuk shpëton pothuajse askush. Përveç atij që e ka mbrojtur Allahu. El-Hasan el-Basri ose El-Hasan el-Basriut i kanë thënë, a ka hased besimtari? Pra mundet ai që ka iman, që mu'min, të ketë hased. Dhe ai ka thënë, çfarë të bëri të harrosh vëllezit e Jusufit? Çfarë të bëri të harrosh vëllezit e Jusufit? Pra mund t'i ndodh besimtarit, ajo është si të cilën na ka krijuar Allahu si sprovë dhe ne duhet ta luftojmë dhe t'i kërkojmë atij mbrojtje. Pra, kur një person ka në zemrën e tij hased, mirë po e fsheh dhe nuk ndërton mbi të asnjë farlloj dëmi, as me zemër, as me gjuhë, as me dorë, përkundrazi me vëllain e tij sillet vetëm me sjellje që i do Allahu, pra nuk i bindet nefsit, por e kundërshton prej frikës nga Allahu, prej turpit nga ai, që t'i urrej nimetet e tij që ja ka dhënë robërve, se kjo është hasedi që këtë nën kupton. Ti urren nimetet që Allahu ja ka dhënë robërve, ti nuk i do ato nimete. Pra ky i vjen turp që ti urrej nimetet që Allahu ja ka dhënë robërve, pra e konsideron si kundërshtim ndaj Allahut dhe si urrejtje të asaj që e do Allahu. E lufton nefsin e tij për ta larguar hasetin, e detyron nefsin të lutet për personin që i ka hased, të dëshirojë që mirësia t'i shtohet, atëherë ky hased, pra i lutet me bereqet dhe që Allahu t'ia shtojë mirësinë, atëherë ky hased që e ka në zemër nuk i bën dëm as atij dhe as personit në fjalë. Për dallim nga njeriu i cili e ushqen hasetin, vepron me hased dhe e shkakton dëmin që e kërkon haseti, ose me zemër, ose me gojë, ose me gjymtyr. Ky është haseti i qortuar. Krejt ky haset është i llojit, i cili lloj dëshira për t'ju larguar tjetrit e mira. Dëshira për t'ju larguar tjetrit e mirë. Kjo është një lloj ose një shkallë e hasetit. Sepse thot, haseti ka 3 shkallë. Një është kjo, e para. Kjo që folëm deri tani. Që ti të dëshirosh që Allahu t'ja heq atij nimetin. Nuk do që Allahu t'ja vazhdoj atij nimetin. E dyta, dëshira për të mos i ardhur tjetrit nimeti. Dhe kjo është lloji i hasetit. Pra ti nuk e ke haset pse e ka ai një gjë, po ti ke haset dhe nuk dëshiron që Allah t'i sjellë atij një nimet, që nuk e ka ai. Pra urren që Allah t'i sjellë atij ndonjë robi, nimete, por do që ai rob të mbes në atë gjendje që është në padije, në varfëri, në fetarit mangët e tjerë, pra dëshiron që ai të vazhdojë gjithmonë në atë mangësi dhe në atë tmet. Kjo është haset. Ky është haset për një çështje të paqen, pra që s'është ekzistuese ose që është e supozuar. Kurse i pari ishte haset për diçka që është ekzistuese. Në të dyja rastet konsiderohet hasetçi armik i nimetit të Allahut dhe armik i robërve të tij, i urryer tek Allahu dhe i urryer te robërit e tij. Shkalla e parë pra haseti që u përmend dëshira për t'ju larguar një nimet tjetrit. Shkalla e dytë, dëshira për të mos i ardhur një nimet tjetrit. Dhe shkalla e tretë,
hasedi i zilis me kuptimin e mirë të fjalës. Pra në shqip kur themi ka zili, e kemi edhe me kuptimin e mirë, si në arabisht që mund përdoret ndonjëherë hasedi me kuptimin e mirë, që është të duash edhe ti të kesh një mirësi që ja ka dhënë, të cilën ja ka dhënë Allahu dikujt tjetër. Pa dëshiruar që Allahu t'ja heq atij. Pra nuk ja do atij t'ja heq Allahu, por ti e dëshiron vetës një mirësi të tillë. Kjo është shkalla e tretë dhe nuk paraqet problem. Nuk paraqet problem dhe njeriu nuk çortohet për këtë ndjenjë. Kjo është e ngjashme me garën. Kjo është e ngjashme me garën, ndërsa Allahu ka thënë wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, në këtë të garojnë garuesit. Pra për kënaqësinë e përjetshme në ditën në botën e amshuar në xhenet të garojnë garuesit. Në sahih profeti sallallahu alaihi wasallam transmetohet se ka thënë nuk ka haset për tjetër vetëse për dy veti. Nuk ka haset për tjetër, pra është me këtë kuptimin e shkallës së tretë që tham, nuk ka haset për tjetër vetëse për dy veti, ose për dy persona. Një person të cilit Allahu i ka dhënë pasuri dhe e ka shtyr ta shpenzoj krejt në hak. Allahu i ka dhënë pasuri dhe e ka bërë, ja ka nënshtruar pasuri këtij njeriu që ta shpenzoj vetëm në të drejtë dhe në hak, në gjërat që e kënaqin Allahun. Dhe një person të cilit Allahu i ka dhënë urtësi, në disa transmetime, domethënë diturisë së Kur'an, ai gjykon sipas saj dhe u mëson njerëzve. Pra vetëm ndaj këtyre dyve hasedi është korrekt. Dhe ky hased është për qëllim hasedi i zilis me kuptimin e mirë, i cili e shtyn njeriu t'i dojë vetit e mira, i cili e shtyn njeriu t'i ngjajë njerëzve të mirësisë, pra njerëzve të dijes, të jetë të hyjë në bashkësinë e tyre dhe rrjedhimisht e çon të përpiqet të garojë. Të përpiqet edhe të garojë duke mbajtur dashurinë për atë person, duke mbajtur dashurinë për atë person të cilin i ka zeli dhe duke i dëshiruar atij që Allahu t'i ruaj nimetin. Që nuk ka të bëjë me ajetin wa min sharri hasidin idha hasad. Nuk ka të bëjë për me këtë ajet në asnjë mënyrë. Kjo sure është për ilaçeve më të mëdha për të prekurin nga hasedi i dikujt. Kjo sure është për ilaçeve më të mëdha për të prekurin nga hasedi i dikujt, sepse përmban mbështetjen tek Allahu, kërkimin e strehimit tek ai, dhe kërkimin e mbrojtjes së tij nga sherri i hasedçiut të nimetit. Allahu i lartësuar e di më së miri. Allah na bëft të kemi përfituar nga këtë dobi. Ajeti më së miri, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.